Nuk mjafton vetëm ratifikimi i demarkacionit me malin e Zi, që kosovarët të mund të ecin pa viza nëpër shtetet e Bashkimit Evropian. Zyra e BE-s në Kosovë ka bërë të ditët për Tribuna Channel të Kosovës përveç ratifikimit të kësaj marrëveshjeje, i duhet ta luftojë në mënyrë dinamike korrupsionin dhe ta shpresojë luftën kundër krimit të organizuar. Në takimet e fundit që kishte me kryeministrin e Kosovës, shefja e re e Bashkimit Evropian, Natalia Apostolova, ka përsëritur se Kosova është ngjitur lart në agjendën evropiane dhe se Kosova do vazhdojë të ketë mbështetje nga BE-ja në rrugën e saj evropiane. Parlamenti i Kosovës më 1 shtator ka mbajtur seancën me të cilën ishte në rendite edhe ratifikimi i marrëveshjes të kufirit me malin e Zi. Për kjo marrëveshje u hesht pasi që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha që nuk janë ende kushtet e përshtatshme që të votohet për këtë marrëveshje. Apostolova gjatë këtyre ditëve ishte në takim edhe me kreun e legjislativit Kadri Veselin, me të cilin folën për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe për hapat që ka ndërmarrë Kosova gjatë këtij rrugtimi. Gjithashtu u tha se përpunohet bashkërisht për implementimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Seanca e radhës, e cila është parapat të jetë me 21 shtator, por nuk është informuar ende që për renditët do të ketë votimin për demarkacionin me malin e Zi.